130 fëmijë sa i përket frekuentimit në situatë rrugë. Sa fëmijë mund të themi që kemi në situatë rrugë në vend? Tani tërtëzohemi në aspektin e mbrojtjes të fëmijëve me programet e veta për një kohë shumë të gjatë është një prej kontribueseve në partneritet me institucionet qoftë nivelit qendror, qoftë nivelit lokal për ofrimin e shërbimeve. Fillimisht ka fillu në ndërtimin e politikave me saktësisht ligjeve dhe programeve adekuate, duke mbështetur institucionet në nivelit qendror, ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, udhëzimet administrative. Kur flasëm për fëmijët situatë rrugë, fokusi kryesor ka qenë puna direkte në ofrimin e shërbimeve sipas disa modele më të avancuara që janë qendrat ditore për fëmijët situatë rrugë. Për momentin ne kemi 2 qendra, 2 modele të cilat jemi duke zhvilluar në partneritet me komunën e Prishtinës në Prishtinë, edhe në partneritet me komunën e Prizrenit në Prizren. Këto modele të intervenimit të ofrimit të shërbimeve janë bazuar në programe të avancuara, të cilat është si pika kyçe për ofrimin e shërbimeve psikosociale, për ofrimin e shërbimeve plotësuese në mësim, rekreative, por është një vend ku fëmijët që janë në situatë rrugë mund të gjejnë veten në marrjen e një shujtje të ngrohtë, higjienës, dhe është një lidhje shumë e fuqishme e familjes nëpërmes stafit profesional dhe institucionet të relevante që është qendra për punë sociale ose aktorë tjerë për ofrimin e shërbimeve. Po a ka statistika sa fëmijë janë në gjendje rrugë në Kosovë? Tani statistikat variojnë. Domethënë edhe nëse bëhet në vlerësim ose një hulumtim, nuk mundem me met statik. Mund kujtohet kur kena marrë pjesë nasi Tërdezëm dhe ka qenë një numër për 158 fëmijëve në situatë rrugë. Mirë po, aktualisht kur ne po flasëm, nuk i mora me veti statistikat komplete, sepse i kena një numër të caktuar të fëmijëve që vinë nga Shqipëria dhe një numër të caktuar që janë nga Kosova. Dikon sillet ky numër hiperafërt me 130 fëmijë sa i përket frekuentimit në situatë rrugë. Hiperafërt, po thonë, ka pas një rritje e këtij numri në kërkim lëmoshit dhe mosardhjet nga Shqipëria gjatë verës, korriku dhe gushti. Ndërsa tani ka fillu, domethënë, vetëm ka përfunduar ajo faza kur gërbetçartë janë kthy dhe është reduktuar ai numër. A i bie kjo që faktikisht fëmijët të cilët janë në gjendje rrugë, ndoshta edhe që kërkojnë lëmoshtë, vinë nga Shqipëria gjatë kësaj periudhe që i bie që shtohet numri i tyre? Kena situata sidomos verën për shtatë përmena, ose për shembull ta morëm rastin e korrikut dhe gushtit Prizreni, për shembull ka qenë më i frekuentuar për shkak të disa aktivitete sikur Dokufesti, domethënë eventet e tilla i bijnë sepse e din frekuentimin dhe dënsinë e madhe të njerëzve ato dhe për këtë arsye kufiri është shumë afër dhe vijnë nga Shqipëria. Domethënë kena muj të cilët e rrisin këtë numër. Këto rastet e fëmijëve në situatë rrugë dhe familjeve që i bin fëmijët e vetë dhe ata dalin në rrugë, lëviz, domethënë nuk qëndrojnë për herë në Kosovë. Ka disa familje që qëndrojnë edhe janë të Shqipërisë, disa prej tyre edhe kanë marrë dokumentat e këtuit sipas procedurave dhe ligjit, po ju dini që për 3 muaj qëndrimi këtu nuk kërkohet një diçka dhe ata e shfrytëzojnë këtë momentum, domethënë situatës, sidomos gjatë këtyre muajve.